Si të përballemi me sfidat e ndryshimeve klimatike, si truajmë ujin dhe cili është potenciali ujor në zonën më të madhe të mbrojtur në vend. Këto ishin temat kryesore të eventit përfundimtar të projektit Waterwise Mavrovo, i mbajtur në Mavrov dhe i zbatuar nga Iniciativa për Integrim Qytetar Igi Gostivar. Gjatë 6 muajve të fundit në territorin e Parkut Kombëtar të Mavrovës u realizuan kërkime në terren, punëtori dhe iniciativa konkrete që synojnë ruajtje dhe menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve ujore. Menaxhere e projektit Aneta Filipovska nga Igi Gostivar theksoi se objektivi kryesor ishte mbrojtja e burimeve natyrore të ujit në rajonin e Mavrovës, forcimi i rezistencës lokale në ndryshimeve klimatike dhe përfshirja aktive e komuniteteve lokale në procesin e vendimarrjes. Projektot najpërvin go započnavme so terensko mapiranje. Si aktivitet fillestar kyç, u krye hartëzimi dhe monitorimi i burimeve ujore në 5 komunitete rurale: Leonov, Rostush, Hanet e Mavrovës, Trebish dhe Zhirovnic. Kjo mundsoi mbledhjen sistematike të dhënave mbi gjendjen e burimeve ujore, ndryshimet sezonale dhe rreziqet nga ndryshimet klimatike dhe ndikimet njerëzore. Filipovska shtoi se paralelisht me kërkimin projekti përfshin aktivitete edukative me banor lokal, fermer, gra fermerë të rinj dhe student me fokus në përdorimin racional të ujit, praktikat arkeologjike dhe ruajtjen e ekosistemeve natyrore. Bashkëpunimi me institucionin publik Parku Kombëtar i Mavrovës ishte thelbësor gjatë gjithë zbatimit të projektit. Drejtori i parkut Haris Ibrahimi vlerësoi projektin si shembull të partneritetit të suksesshëm ndërmjet sektorit civil, komuniteteve lokale dhe institucioneve publike. I aktivnosti beja realizirani vo soglasnost. Aktivitetet u zbatuan në përputhje të plotë me regjimin e mbrojtjes së Parkut Kombëtar dhe tregojnë se masat miqësore me mjedisin dhe përshtatja ndaj klimës janë të realizueshme dhe efektive në nivel lokal. Në event mori pjesë edhe konsulja e Kanadas, Ashley Durek, e cila theksoi rëndësinë e bashkëpunimit ndërmjet komuniteteve lokale, institucioneve dhe shoqërisë civile në gjetjen e zgjidhjeve për sfidat klimatike. What we are discussing today is not an abstract or distant objective. Rezistenca ndaj ndryshimeve klimatike nuk mund të ndërtohet në izolim. Ky projekt krijoi hapësirë për dialog, planifikim të përbashkët dhe përgjegjësi të ndarë. Gjatë prezantimit u bë publik edhe dokumenti përfundimtar i politikave i cili përmban rekomandime konkrete për menaxhimin e qëndrueshëm të ujit dhe përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike në zonat malore dhe të mbrojtura. Në kuadër të projektit u realizuan edhe 3 ndërhyrje pilot të gjelbra, instalimi një sistemi për mbledhjen e ujit të shiut, masa për reduktimin e erozionit dhe krijimi një parcele demonstruese agroekologjike. Projekti Waterwise Mavrovo u zbatua nga Igi Gostivar me mbështetje financiare të ambasadës së Kanadas në kuadër të fondit kanadez për iniciativa lokale.